kjo vrasje pa bes ishte pak a shumë një përpjekje e Netanyahut numër 1 që iranianët mos të arrinin në ndonjë marrëveshje nukleare me amerikanët, nga që në bisedimet që ata po bënin në Gjenev kishin arritur në një farë marrëveshje me amerikanët. Dhe e dyta, nga që në datën 2 mars që futët festojnë festën e Purimit, edhe në festën e Purimit që futët përkujtojnë fitoren e tyre kundër iranianëve apo persianëve në kohën e perandorisë Akimenide, kur komuniteti i xifutëve që ishin marrë dhe jetonin në Babiloni arrin që të përmbysin qeverinë Akimenide të kohës dhe të vrasin kryeministrin dhe ministrat e tjerë të Persisë, dhe këtë e bëjnë nëpërmjet një prostitute e cila përmendet në Dhjetën e Vjetër në librin e Esterit. Kjo prostitute e cila kishte emrin Ester, i çohet nga një pim qifut, Mordecai, i çohet në pallat perandorit Akimenid të kohës, Xerxesit të parë, ku ajo ndoshta i bën magji apo diçka tjetër dhe i ha trutet gomarit Xerxesit dhe e detyron perandorin Akimenid që të zhduki gjithë kabinetin e tij dhe t'i japi privilegje qifutëve.